Nëse do më javon e Manuel. Po e pranoj nëse unë edhe Kur'anin, unë e kam edhe Kur'anin hoxh. E pranoj edhe kam lexuar shumë sene. Nuk kuptohet, mirë, po kjo Po ç'të ta gjujtni në raket. Sikur ato Si Tiranit që aprovojnë në stili Tiranit. Skiti ka çek me kuptuar. Juristat i zbërthejnë se Kur aprovohet ligji, komentojnë popullatat, çka shkruan ta. Stoni balistike ta gjujtni. Unë jo çashtu. Faleminderit. Mendoj çka. Ja, ne ta ka gjujtni balistike. Çfarë balistike? Në raket. Jo, ne Kur'ani është Iran, nuk e s'unë e kupton. Qysh tek, Çto ta hoxha kemi dalë këtu me bisedu vllazërisht. Stasione. Unë e falenderoj. Kur'anin li ta kuptojnë ata që e studiojnë, besojnë. Dhe që janë kompetent. Kompetent me kuptu Kur'anin, nëse kam studiu Kur'anin për me kuptu Kur'anin. Normal, edhe do të respektohet çdo libër e shehtë. A edhe për të guxën e pak. Edhe nuk është kjo. Jo. Melon. Po këto balistiket janë të gjujta në ka Irani. Ai më shkurtimisht edhe para se me përfundu se jemi minutat fundit, shkurtimisht, shumë shkurt, pak flasme edhe për luftën që është e pakalueshme, profesor. Ju si historian se sheni në aspektin po mënaj. Cilën që po ndodh në Iran. Që fatkeqësisht po na prek edhe në xhep edhe në kuletat tona. Këto nuk kam, më thon, nuk jam që merrem me këto probleme gjeopolitike, janë çështje të interesave të fuqive të mëdha, janë çështje që nuk kanë atë lidhjen e mes, e një si shtrirje gjeografike, si besime fetare, si probleme që kanë, për shembull, tash nuk mund të konstatoj ku është problemi. Domethënë vetëm e di që domethënë vitin 1979 ka ndodhur revolucioni islamik në Iran, një ardhe Ayatollahut aty, dhe tash prej aty ka filluar një armiqësi domethënë me shtetet, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash cili o faji, unë nuk kam kompetencë profesionale, domethënë është e vërtetë që si lufta në Ukrainë, si lufta në Iran, ne ka dëmtuar neve në aspektin ekonomik. Kjo është domethënë mendimi im, sepse duhet pasur fakte dhe duhet të jesh njësi mirë i problematikës për me dhënë një konstatim se çfarë po ndodh. Shkurtimisht, Emanuel, se jena në fund. Po na unë ta them drejtën vetëm to që po i shon botën e lajmeve dhe të mediave se nuk ka ndonjë njohuri, por çka kon vret këtu, kon vret do të thotë se shumë njerëz, shumë komentues do të thotë shajnë, ofendojnë Amerikën edhe u futën me një farë vërulli anti-amerikanizëm, shkaku i luftës në Iran, e na nuk e dim çfarë po ndodh, siç ndodhe në Siri, që ma vonë dule vërteta e u interpretoj ke ndryshe, do të thotë po himi kështu me një thes pa di çka ka mrena. Unë besoj se ajo luftat janë lufte intereseve të ndryshme, të cilat ndërlidhen me shumë gjona të cilat kanë intereset fuqit e mëdha globale, nuk besoj se jemi kompetent ne me e kom një hoxha e ka shpjeguar në mënyrë brillante, hoxha Mjekiçi, Bear Mjekiçi, sepse kishte studiu në Yemen edhe ka shpjeguar faktorin Iran, sa i dëm shumë është për botën islamike arabe, sa domin ja ka bërë Yemenit, e shteteve tjera, e shumë gjona tjera do në thot, edhe aj e tha se aj sistem tha lusë Zotin që të rënor shkatrot, ndërsa këta naivat tonë, duke komentu anonimusat, se cilat nuk paraqitin kur me emna, do në thot, pa di që ka ndohë, shto që është diçka një luftë që na nuk muna me shpjegu, na është i hoxha adin atë pjesa nëna se që ka ndohë, një fat mentalitet. Unë përpas që luti Zotin që të përfundoj sa ma shpejt, sepse luftrat gjithmonë bien shkatrime, bien dëmtime, po na dëmtojnë edhe neve këtu, sepse ka qenë dikun 1 euro e 19 cent, 1 litër naft, tash u bon 1.80 e pritën tash ta mu bolla ma shumë. Inshallah përfundoj sa ma shpejt. Tjetër koment nuk kam. Elfoti ja do të më thon fond këtë kryet. Faleminderit shumë që ishin. Kush faleminderit shumë. Menderit qof. Respekte, faleminderit shumë, Emanuel, faleminderit shumë. Profesor, faleminderit të shikuesve, se skema dhe bateria. Natën e mirë ka që të personë të që imi javë tjera, sigurisht.